Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Varrosa maman time dhe të nesërmen dola në ekran. Prek Blendi Fevziu. Blendi Fevziu ka ndarë sfidën më të madhe që ka kaluar teksa ishte në detyrë si gazetar. Në një intervistë të fundit ai rrëfeu një episod të vështirë kur sapo kishte humbur nënën dhe dajën dhe ju desh të dilte në transmetim. Fakti që unë mund të jem me 40 temperaturë, fakti që mund të kem një problem të madh, janë dy gjëra që nuk i fut në llogari. Unë po them një rast që disa herë kam përmendur në Shqipëri, por nuk besoj ta kem thënë në Kosovë. Në dhjetor të 2010-s ime më ndërrojet në SBA. Na u desh të prisnim një javë që të vinte trupi dhe të kryenim ceremoninë e varimit, ndërkohë unë kisha fiksuar një intervistë sepse gjatë gjithë javës u detyrova të fusja emisione të regjistruara. Shprehet gazetari.